Tani unë nuk e kuptoj nga gjitha jo video, vetëm kjo ju bën një përshtypje se kush ka shku në emigracion analfabetat apo intelektualat. Pra u këtu kuptoj se sa ta jeni për të perceptuar. Nuk kam qëllim të ofendoj njerëzit, por dua t'ju bëj të kuptoni që ju s'kuptoni absolutisht asgjë. Kam bën 20 minuta video dhe në vend që të kuptoni thelbin e videos, ju keni hallin kush emigroi në Shqipëri, nga Shqipëria, kush iki nga Shqipëria, ishin të arsimum apo të arsimum me vite, kjo pas ka marrë me vite. Se këtë shqetëson. Jo, mos shqetësoj çështja e viteve, se si ka marrë ti them unë këtë vit, në filan vit, në këtë vit emigruan ka shqiptarë dhe këto ishin analfabet, këto ishin të arsimuar. Ty të shqetësoj fakti që ju keni migruar, jeni në emigracion nga 30 vite dhe jeni më të prapambetur se këta që janë në Shqipëri. Që do të thotë që ju nuk integroheni dot në shoqërinë ku jetoni, nuk integroheni dot në kulturën ku jetoni. Keni harruar ku Shqipëri dhe nuk integroheni dot. Kjo gjë këtu do të shqetësoj ty, jo puna e universitetit. Si ju dogji pjesa e universitetit ju. Pra, u them jeni pa universitet, pa shkollë, se po t'ishit me shkollë, do ishit emancipuar në kulturë. Dhe nuk do mendoni sot që akoma në 2026 jetoni me nanën, me të njëjtën shtëpi, e nuk do të dëgjoni këngë me çifteli nëpër makina. Sa është emancipuar jeni sa jeni të ngju këngë me çifteli, që këngë vajtimi me çifteli akoma në 2026, të hes mes Londrës atje, la mizalia burri nanës. Më kupton ti sa rëndë që jeni? Pra, ma vërtetot kundërtën, se ato që janë në universitet, që integrojnë shoqërinë ku shkojnë, ta garantoj që s'janë të ngju këngë mortje nëpër makina, makinë Ferrari, të ngju këngë vdekje prurse. Një shembull. Më vërtetot kundërtën. Pra ti jeton me nanën, ti thu je emigrant dhe thu do t'jetosh me nanën du të arrush makinëve të parë, gruaja të përdoret si shërbetare, gruaja pastroje, plaje, shplaje, diskutoni pjesën e shanëve të mia, ai ka nxjerr jashtë, si ka nxjerr jashtë, në 2026 të diskutu akoma çështjen e minifundit. Ashtë emancipuar jeni ju? Ku e keni emancipimin ju? Pse ju djeg videoja? Ku? S'po shaf emancipim. Ora kuptoni ju që ju emigrantët komentet tuaja i shikoj, sepse e shikoj më njërën se shkruani edhe fjalët e huaja atje, në komente, dhe ju jeni më të prapambetur më vlla. Pse djeg për çështjen e arsimit? Tu djegi kjo pjesa këtu? Pse djeg pjesa? Pra pse si integru? Pse je me mentalitetin akoma që të flesh me nanën akoma në tjetër shtëpi? Për çfarë arsye si e integru? Pse si e integru me pjesën që gruaja sa shërbetare jote me të bëj punë të shtëpia? Pse si e integru? Për çfarë arsye? Edhe unë këtu çat prapambetur. E pse dogji video aty që thash arsimi? Si u kanë ngel arsimi? Po, pa arsimuar jeni. Pra çko sa ju nuk emancipoheni dot në shoqërinë ku shkoni, në kulturën që shkoni, dhe nuk e sillni atë emancipimin nga vendi që keni ardhur ta sillni në Shqipëri, dhe që shqiptarët të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë si ju, pra i bie që ju jeni të pa shkollë. Në të kundërt, do ishit me shkollë, do kishit menduar si puna ime.